Përshëndetje gjithëve miq. Mirë se vini në programin Mes Nesh, me mua dhe Andrin, këtu në ekranin e RTS1 HD. Jemi drejt për drejt si çdo ditë prej orës 13:20 deri në orën 15, teksa sjellim tek ju temat e aktualitetit, personazhe që rrethehen në vetë të parë, por sigurisht sjellim edhe histori frymëzuese. Sot në këtë takim të parë për këtë javë, ju premtojmë që do të sjellim shumë çka, duke nisur që nga temat që përfaqësojnë një problematikë të përditshme, por do të kemi edhe një intervistë ekskluzive, mezi pres që ta realizojmë, po e them. Se nuk të pritet e marrë se nuk më pritet që t'ju bëjmë dije që në orën rreth orës 14:30 do t'jemi me Beatricen edhe me Kolën, me dyshen e Shkodrës elektronike, për të folur pak për zjerm që tashmë po bën namin kudo në për polle, në për sondazhet ndryshme, në për baste, në turnet që kanë realizuar deri tani në Selanik në Oslo, apo atë çfarë pritet të ndodh në ditët në vazhdim. Është prezantuar edhe klipi me klikime rekord për 48 orë, rreth 300.000 klikime, kështu që jemi me ju dhe vazhdoni të shkëlqeni, ose të shndrisni. Dhe mos i thuaj të gjitha tani lër diçka për pastaj, megjithatë do të ketë surpriza që do të rrofejnë këtu në Mes Nesh Kola bashkë me Beatricën. Por do të hapim programin me një temë, një aktualitet, me një shqetësim që të gjithë ne na ka prekur. Pak ditë më parë, një sasi mishi pule e kontaminuar me salmonel është gjetur në treg, edhe kjo në fakt është bërë problem jo vetëm për instancat shtetërore të cilat kanë marrë masat përkatëse, por gjithashtu edhe për qytetarët të cilët duket se e kanë blerë dhe e kanë konsumuar atë. Por cilat janë pasojat, por gjithashtu edhe se cilat janë të gjitha hapat që kanë ndërmarrë instancat e nevojshme, fillimisht do të ndjekim një insert i cili do të na njohë më tej me çfarë ka ndodhur, pra me ngjarjen, edhe më pas do të kthehemi në studio me tre të ftuara ku secila prej tyre do të japë një informacion të vlefshëm lidhur me këtë çështje. Ndjekim insertin. Një sasi mishi pule e kontaminuar me salmonel është hedhur në treg duke vënë në rrezik shëndetin e konsumatorëve. Sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, 7.9 ton fileto pule me origjinë nga Brazili u kap në portin e Durrësit, ndërsa sipas mediave pretendohet se kjo shifër mund të jetë më e madhe deri në 18.3 ton. Sasia u fut në Shqipëri më 11 mars. Autoritetet kanë shpallur në kërkim administratorin e kompanisë, ndërsa nën hetim janë vënë edhe vëllai i tij dhe 3 inspektorë të autoritetit kombëtar të ushqimit. Sipas hetimeve, kompania ka shpërndar mishin e infektuar në treg, ndërsa dyshohet se inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar kalimin e produktit pa kontrolle të rrepta. Prokuroria ka nisur hetimet për të zbuluar përgjegjësit dhe për të vënë përpara drejtësisë të gjithë të implikuarit në këtë skandal që cënon sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorëve. Dhe për të folur për këtë argument dhe këtë problematikë, ju prezantojmë të ftuarit që kanë zënë vend në studio, ju prezantojmë së pari me zonjën Ana Vuksani, pedagoge eksperte sigurisë ushqimore. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Ju prezantojmë gjithashtu me zonjën Ylka Allaraj, eksperte sigurisë ushqimore pranë drejtorisë së përgjithshme të autoritetit kombëtar të ushqimit, aku siç e njohim. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Ju prezantojmë gjithashtu dhe me zonjën Monika Saro Dede, mjeke infektologe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vini, kënaqësi. Faleminderit që keni kapur një temë kaq të ndjeshme dhe të rëndësishme për shëndetin publik. Faleminderit, e vlerësojmë që jeni këtu me ne për dhënë kontributin tuaj për të analizuar dhe për t'i dhënë një përgjigje të gjithë shqetësimit që kanë të gjithë qytetarët kur vjen puna për sigurinë ushqimore, veçanërisht për salmonelën që tashmë na ka alarmuar. Për ta nisur bashkë, zonja Allaraj, dhe për të kuptuar si e keni marrë njoftimin për këtë sasi të mishit pulës të kontaminuar dhe cilat kanë qenë hapat që ju keni ndërmarrë. Atëherë, njoftimi na ka ardhur nga qendra e referencës, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në datën 21. Njoftim alert. Në datën? Në datën 21 i 3/2025. Pra 10 ditë më parë. Para prakisht dua të them të për parantezë për institucionin e autoritetit kombëtar të ushqimit në lidhje me rastet alerte. Nuk ndodh që të vijë një rast alert dhe të neglizhohet. Direkt sa vjen rasti alert në mënyrë të menjëhershme, por të menjëhershme. Në kohë rekord dërgohet alerti pranë asaj drejtorie rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit që i përket. Duke qenë se na erdhi alerti për produktin fileto pule e kontaminuar me prezencë të salmonella typhimurium, në datën 21
brënda 2-3 orësh është dhe njoftimi tek drejtoria përkatëse dhe janë marrë të gjitha masat në mënyrë të menjëhershme. Drejtoria përkatëse ka ngritur trupën inspektuese nëpërmjet gjenerimit të autorizimit dhe ka vajtur në subjekt. Në praktikën e mbajtur që ka mbajtur trupa inspektuese, ka rezultuar që subjekti ditën e parë është gjetur i mbyllur dhe është vazhduar për në ditën e dytë. I mbyllur për arsye sepse është sinjalizuar që ju ka ardhur gjendja e alertit që kishte mishi i kontaminuar, apo i mbyllur për arsye nga trupa inspektuese është deklaruar që është gjetur i mbyllur, që është komunikuar me operatorin e biznesit ushqimor. Operatori i biznesit ushqimor nuk ka shfaqur bashkëpunim, por ka thënë që unë nuk jam disponibël sepse nuk i kam personat përkatës, as për të vënë në dispozicion dokumentacionin dhe as për të parë pjesën e produktit. Por veprimet dhe mos veprimet që trupat inspektuese kanë bërë, janë organet e tjera kompetente që po e hetojnë. Do doja të thosha që situata është nën kontroll. Por para se të shkojmë tek situata, zonja Laraj, si e kemi tani, për të kuptuar pak të gjithë zinxhirin edhe për ata të cilët janë dyshues, ndoshta ka keq kuptime, pra brenda 3 orësh ju keni dhënë sinjalin e duhur tek drejtoria përkatëse dhe pastaj keni shkuar tek subjekti, e keni gjetur mbyllur. Më pas çfarë ka ndodhur? Ditën 21, në mënyrë të menjëhershme. Po atë ditë trupa inspektuese, po atë ditë në datën 21 janë bërë të gjitha këto veprime. Në datën 22 është mbyllur kjo procedurë. Pasi ne kemi marrë praktikën e inspektimit, kemi parë që diçka nuk shkonte dhe është ngritur përsëri trupi inspektuese dhe është marrë situata në kontroll. Çfarë nuk shkonte? Çfarë konstatuar? Nuk shkonte sepse ishte deklaruar, ishte vënë penaliteti, normal që kishte vënë penalitet dhe ishte pjesa e gjurmëshmërisë. Ku për këtë pjesë të gjurmëshmërisë, organet kompetente, hetimore, janë në hetim për operatorin e biznesit ushqimor dhe për çdo lloj veprimi dhe mos veprimi që është bërë ndaj kësaj problematike. Aktualisht situata, ju thash, është në kontroll, sepse Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vepruar me hapa të njëpasnjëshme të mëtejshme. Ka rivajtur përsëri në subjekt dhe i është referuar lotit që ka dalë i kontaminuar. Tani dua të theksoj fort që ngarkesa e importuar në Pikë Durrës është 27 ton. Kjo ngarkesë është e përbërë nga 4 lote, por nuk ka dalë 4 lote të kontaminuar, sepse inspektori Pikut ka marrë vetëm 1 lot nga kjo ngarkesë. Dhe sasia që ka marrë inspektori Pikut për këtë ngarkesë dhe që ka dalë e kontaminuar me prezencë të Salmonella typhimurium është 7.980 kg. Kjo sasi kurse 3 lotet e tjera, me veprimet tona janë bllokuar. Janë bllokuar, edhe lotet e tjera. Lotet e tjera me veprimet tona që ka marrë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit aktualisht janë të bllokuara pranë operatorit të biznesit ushqimor dhe është marrë kampion dhe është çuar në qendrën e referencës për të analizuar po për Salmonella typhimurium dhe jemi në proces. Akoma nuk kemi marrë një përgjigje nga qendra e referencës, sepse Salmonella është një patogen, mikropatogen, dhe prova që bëhet për të është një provë e akredituar, e cila në bazë të metodikës dhe gjithë pjesës menaxheriale akredituese do një kohë. Sa? Normale, koha e përcakton qendra e referencës që ka metodikën e vet, shkon derisa bëhet identifikimi i salmonelës që është salmonel. Shkon 5 ditë dhe të paktën 2 deri në 3 ditë bëhet serotipizimi, sepse Salmonella typhimurium është mikropatogen i serotipizuar. Dhe kërkon të gjithë kohën, në momenti që themi është provë akredituar, dhe kjo është risi, sepse prova akredituar rrit besueshmërinë që ky patogen aktualisht është në këtë produkt. Dhe derisa të na dalë konfirmimi, ne jemi në proces të pretjes së përgjigjes së analizës. Zonja Lara, ju shpreheni dhe thoni që nuk duhet të ketë shqetësim, por në fakt thoni se është situata në kontroll për lotet, 3 lotet e tjera të cilat janë bllokuar dhe janë në rregull, apo është situata në kontroll për të gjitha të mish apo fileto pule
që është në treg tani më dhe ne nuk e dim nëse qytetarët e kanë bler, apo nuk e kanë bler dhe është ende në banaqet e marketeve. Tani, si në me shkuarin... Ose edhe në frigoriferë, sepse mund të blesh dhe se konsumon sot e konsumon bazë 20 ditësh. Me shkuarin e trupave inspektuese pranë operatorit të biznesit ushqimor, u pas sistemi i gjurmëshmërisë. Po. Na u vu në dispozicion sistemi i gjurmëshmërisë dhe rezultuan rreth 154 fatura, për të cilat ishte shpërndar ky produkt. Flas gjithmonë për produktin që ishte i kontaminuar, 7.980 kg. Pra, çfarë në kuptoni me fatura, 100 e ca fatura të bizneseve që e kanë tregtuar? Biznesi që i ka shpërndar tek operatorët e tjerë të biznesit ushqimor. Pasi u mor gjithë regjistri i gjurmëshmërisë, erdhi trupat inspektuese të terrenit në të gjithë në të 12 drejtoritë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, sepse Autoriteti Kombëtar i Ushqimit operon në të gjithë Republikën e Shqipërisë me 12 drejtori. Dhe kjo listë sipas çdo drejtorie dhe sipas çdo qarku ju shpërnda. Dhe secili qark dhe secila drejtori mori ngriti trupat inspektuese dhe i hodhi në terren. Ju e dini se në cilat qarqe është shpërndar më shumë ky mish? Më shumë rezulton që të jetë në lëviz me numra, po më shumë në Tiranë. Në Tiranë. Po, normale. Dhe është shpërndar tek operatorët të biznesit ushqimor zakonisht restorante, fast foode dhe në disa operatorë të biznesit ushqimor, markete ushqimore. Trupat inspektuese të cilët vajtën dhe ndoqën sistemin e gjurmëshmërisë. Se këtu është problemi që neve, gjithë problemi është që konsumatori ta mbrojnë për të mos e marrë këtë produkt, ose nëse e ka marrë ta kthej. Dhe shkuarja e trupave inspektuese në këta operator të cilët e kishin blerë këtë produkt, bëri të mundur verifikimi nëse ka gjendje produkti, apo nuk ka. Pasi verifikuan që ka kthime, janë bërë kthime. Pasi u bë verifikimi, janë bërë kthime për tek operatori i biznesit ushqimor që e kishte importuar. Pasi u bë verifikimi i këtyre produkteve, atëherë u vendos afishimi i njoftimit për klientët që e kanë blerë nga operatori i biznesit ushqimor që ishte për shembull marketi ushqimor, ku njoftonte konsumatorin që nëse ka blerë produkt fileto pule me datë skadence 13/12/2026 që ishte data e skadencës së këtij produkti me këtë lot, atëherë duhet që ta kthej pranë subjektit që e ka blerë. Kundrejt edhe dëmshpërblimit që mund të marri, ose ky e merr dhe e kthen tek operatori i biznesit ushqimor importues. Zonja Vuksani, çfarë rëndësie ka për konsumatorin të ketë dijeni edhe të di së pari që nëse një produkt, nëse qënë ka një kontaminuar sipas ligjit, pas ka të drejtë që të shkoj edhe ta kthej, dhe po ashtu personi i cili e ka shitur mund ta rimbursoj. A e kemi ne këtë kulturë? Çfarë ju ka rezultuar nga puna juaj? Atëherë, unë do doja ta nisja nga fillimi për të analizuar pastaj hallkat pak më radhë. E para në fillim, në gjykimin tim ka dy probleme kryesore. E para është mungesa e transparencës nga institucionet, që u desh të ngrihej media, u desh të ngriheshin ekspertët dhe të dilte institucioni me një deklaratë, që dhe deklaratat që jep ai institucion janë të çuditshme, nuk e di kush i bën, ka koordinuar përgjegjësitë. Ti je një institucion, përgjegjësitë i di ti, ka një zinxhir hierarkik që funksionon, që duhet të funksionojë më së miri dhe këto janë përgjegjësitë totalisht të tua. Sepse në fakt, garantimi i sigurisë ushqimore është përgjegjësi e operatorit biznesit sipas ligjit, por është pikërisht institucioni që paguhet me taksat e mia, tuajat dhe të zonjave, që është gardiani për të garantuar përmbushjen e të gjithë kërkesave që parashikon legjislacioni në fuqi për ushqimin. Dhe duhej që autoriteti kombëtar i ushqimit me të marrë njoftimin e prezencës së salmonelës të bënte njoftime ka detyrim ligjor komunikimin e riskut për konsumatorin. Me qëllim që jo sot, jo mbas kaq ditësh, që ditën e parë, që çdo konsumator të mos më privoj nga e drejta mua si konsumator së pari, që unë të kem mundësi të zgjedh ushqimin tim. E dyta, në njoftimin e parë që dha autoriteti kombëtar i ushqimit, nuk kishte as sasi, as datë hyrje, as ku ishte marrë mostra, dhe ne kemi gjithë këto ditë, unë sot për herë të parë po e dëgjoj kronologjin, sepse kemi gjithë këto ditë që ne dëgjojmë variante të ndryshme për sasi të ndryshme,
për munges gjurmëshmërie, për ditët e tjerë. Dhe ajo që kjo është e para. Dhe ku ka munges transparence gjithmonë ka gjëra për të diskutuar ose për të fshehur. Po tani zonja Vuksani me këtë informacion që na dha zonja Allaraj që vjen nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Atëherë. Nga ky informacion, pra kemi një njoftim dhe në kohë reale brenda 3 orësh janë marrë të gjitha masat. Jo, nuk janë marrë të gjitha masat brenda 3 orësh. Po është lëvizur, ka patur pra... është në situata në veprim me një herë. Dhe në momentin që ka një lëvizje... Do doja të thoshe pak për këtë pjesën e njoftimit. Ta mbaroj... Okej. Së pari, mostra bëhet mostra si pas analizave, nëse ka një bakter, një patogen të caktuar në rastin e salmonellës, laboratori e identifikon brenda 72 orë. Jo, nuk jam dakord. Oke, brenda 5 ditëve. Brenda 72 orësh bëhet me PCR nëse nuk është akredituar prova. Por, kjo është një provë akredituar, në bastë një izoje ndërkombëtare, po nuk të lejoj unë, se unë vi nga laboratori, kam 15 vjetë eksperiencë në laborator dhe mere me këtë gjë. Kjo është një provë akredituar e bazuar në izo ndërkombëtare. Dhe izoja ta ka përcaktuar metodikën. Pra ta kuptojmë pak më thjesht, 72 orë, thot zonja Vuksani, po kërkon 5 ditë, dakor. 5 ditë. Në momentin që laboratori, në fakt, identifikoj po e lëm 5 ditë. Jo, 5 ditë është identifikimi që bëhet për salmonella, kurse tipizimi kërkon kohën e vetë. Shiko, Ylka, nëse do më lësh të lutem. Jo, po unë vi nga laboratori dhe një shumë mirë mjeke veterinere, kam një eksperiencë 15 vjetë në laborator, në mikrobiologi, dhe një shumë mirë. Dhe kjo bëhet me standard ndërkombëtar, izo ndërkombëtare, që nuk të lejon është e përcaktuar. Edhe metodika, edhe afati kohor, edhe serotipizimi. Janë të përcaktuara ato, nuk mund të lëvizësh, se të japësh një rezultat. Por një salmonet tikimorium është përgjithësi e madhe, edhe nga laboratori. Unë i dëgjoj me shumë vëmendje të gjithë të ftuarit dhe pastaj në çdo moment mund ta ndërprisja zonjën Allaraj për të thënë unë nuk mendoj kështu. 6 orë deri në 3 ditë të zgjat salmonela. E mbajmë ka metoda të ndryshme, PCR-ja mund të kryej çfarë rëndësie ka, po marr 5 ditë. Në momentin që laboratori identifikoj që ka salmonell, mund të njoftojë më njëherë akuja, pa u bërë fare tipizimi, që ne të kishte mundësi të blokonte. Pra, ka prani të salmonellës, blokohej produkti në subjekt dhe pastaj vazhdonte me tipizimin për të marrë masa që të mos vazhdonte tregtimi për kaq gjatë. Sepse vërtet themi 8 ton, por ne akoma nuk e dim dhe zonja Allaraj nuk e përmendi që vetëm 3 ton janë kthyer nga tregu, 5 të tjera i kemi ngrënë. Dhe i kemi ngrënë ne, i kanë ngrënë fëmijët, i kanë ngrënë mendo në fast food, në restorante që janë edhe kapacitetet shpërndarëse të tyre janë më të mëdha dhe risku shtohet, ekspozon më shumë konsumatorin. Me të drejtë tha që brenda 3 orëve, dhe ajo që thash problemi tjetër ishte relativizimi i situatës, ndodh gjithmonë nga institucionet. Dhe nëse institucionet nuk do kuptojnë që të analizojnë që ku që duan, të gjithë gabojmë, edhe unë gaboj dhe juve besoj të gjithë në punë gabojmë. Por në momentin që ne do bëjmë një analizë të detajuar që ku gabuam, çfarë nga ky hallkat e zinxhirit çedoj, në fakt ne do identifikojmë problemin dhe në të njëjtën kohë do jemi në gjendje të marrim masa adekuate për zgjidhjen e tij. Pra do të jetë një eksperiencë e mirë për kohën në vijim për të përmirësuar atë çfarë çedoj. Zonja Allaraj tha ne shkuam mbas 3 orësh. Në fakt atë ditë nuk është bërë inspektim. Duhet të merrej masa sepse ligji i inspektimit e parashikon qartë që inspektori mund të futet në çdo kohë dhe në çdo vend që përpunohet, manipulohet, prodhohet ushqim. Duhet ishte njoftuar, duke pasur në këtë rast se mund ta gjesh mbyllur, po duke pasur rëndësinë e kësaj dhe duhet të themi e këtij alerti dhe duhet të them që ky lloj salmonele është një nga 2 më të rrezikshme, te 2000 lloj salmonelave, nga të cilat 120 janë të rrezikshme, ky lloj që është identifikuar është një nga 2 më të rrezikshme. Duke parë këtë situatë, duhet njoftuar më njëherë policia e shtetit, të hapej magazina dhe të bllokojë produktit të ndiqej gjurmëshmëria. Pra kemi humbur dhe këtu një ditë. Kemi shkuar dhe ditën e shtunë të nesërme. Nga deklaratat, sot po dëgjoj, nga deklaratat prandaj u thash të tjerat, nga përfaqësuesit e autoritetit kombëtar të ushqimit, është thënë që nuk u gjet gjurmëshmëria, nuk ishte gjurmëshmëri dhe sipas faturave. Sistemi Neni 25 i ligjit të ushqimit e parashikon qartë. Subjekti duhet të ketë gjurmëshmëri dhe një subjekt importues që ka një shkallë kaq të madhe shpërndarje, që tregton një produkt të rrezikshëm me risk të lartë, sepse produktet me origjinë shtazore janë të gjitha me risk të lartë,
detyrimisht që i nënshtrohet kontrolleve frekuente me bazë risku të paktën një herë në 3 muaj. Dhe para 3 muajve është analizuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit, a kishte gjurmëshmëri, kush e kontrolloi më përpara se ti nëse ke një sistem dhe nuk mund të diskutohet me faturat. Fatura, po ju a them këtu, jo në të gjitha rastet, madje në shumicën e rasteve, nuk ka të përcaktuar numrin e lotit dhe datën e skadencës së produktit. Zonja Shtur, kjo është besoj ajo që dhe intereson të gjithë teleshikuesve që na ndjekin. Jemi në një situatë, jemi në këtë situatë, si mund ta zgjidhim dhe si mund të ndihmojmë edhe qytetarët dhe konsumatorët që kuptojnë çfarë hapash duhet të ndjekin. Qytetarët, pikërisht. Qytetarët, institucioni e para njëherë nuk informoi. Duke informuar, do rendnin, pra kemi gjithë këto ditë. Pra janë fix 5 ton janë ngrënë. Çfarë reagimi kemi kur më shumë se gjysma është ngrënë? Ajo që duhet të bëhet tjetër, sepse në këtë shtet jetojmë, duhet bëhet një hetim epidemiologjik, duhet ndërhynte edhe SHP-ja në këtë rast. Sepse është shpërndar. Kushtajna që në vazhdo të mbaroj, sepse kam shumë nga çka tha Vuksani, kam shumë gjëra që janë në linjën tonë. Dhe më pas t'ja kalojmë fjalën edhe doktorit. Ajo mund edhe t'jetë bërë, ne nuk e kemi informacionin. Vim gjithmonë tek pjesa e mungesës së informacionit. Çdo gjë që është në proces është më mirë, ti thua kam bërë këtë deri tani çdo ditë për të më qetësuar mua si konsumator, në faqen zyrtare të institucionit duhet ketë informacion për çdo hap të ndërmarr, që unë si konsumator të kuptoj që po minimizohet problematika që ka. Dhe gjithmonë institucioni... Një pjesë pra është mungesa e transparencës, pra thoni zonja Vuksani. Megjithatë, mund të ishte parandaluar, sepse është shumë vështirë, pra nëse ju thoni që 5 ton janë konsumuar, nëse njoftimi ka ardhur nga produkti importuar dhe direkt brenda 24 orëve është marrë masa, çfarë është ngrënë dhe s'mund ta parandalonte dot as akuja. Nuk është marrë, ja u shpjegova që nuk është marrë brenda 24 orëve. Pra të premte nuk u krye. Po dakor, dhe 48 orë. Po çfarë është ngrënë? Është pritur dita. Do e sqarojmë tani më njëherë. Është pritur dita e hënë. Pra kemi disa ditë të cilat janë zhvendosur, kemi zhvendosje në kohë që në këto ditë mund edhe 1 ton tjetër, 1 ton e gjys, 2, ku diun nga sasia. Po, shifrat mund të ishin më të ulta. Mund të ishin shifrat më të ulta. Tjetër, operatori i biznesit është vetëm për gjurmëshmërinë. Gjurmëshmëria është pjesë integrale e sistemit të vetë kontrollit të subjektit, e sistemit hasap. Është penalizuar subjekti për përgjegjësitë e operatorit të biznesit ushqimor. Ka marrë penalitet nga ana e autoritetit. Sistemi hasap edhe për gjurmëshmërinë, edhe për produkte pasigurt. Është penalizuar. Nuk janë, ky kontrollohet vazhdimisht, i nënshtrohet. Nuk është pra një dokument që prishet sot për nesër. Duhet kthej syt autoriteti kombëtar i ushqimit si e ka realizuar detyrën. Dhe dikush është problemi më i madh në opinionin tim. Fakti që institucioni kujdeset më tepër për të ruajtur anonimatin, unë akoma vetëm nga mediat, anonimatin që ditën e parë ka detyrim komunikimin e riskut. Jo, kur çështja është në hetim zemër, unë nuk vë anonimat për emër operatori. Nuk e quam kam të përcaktuar tek e drejta e informimit. Nuk e quam për ndjekje penale që ditën e parë. Po, që ditën e parë kemi marrë krimin ekonomik. Direkt në praktikën e dytë. Ju lutem, nuk më latë kohë ta shpjegoja, sepse më ndërpret. Më leni ta shpjegoj. Po jo, unë arrita deri tek hapi i parë dhe ju mua më ndërpret. Krimi ekonomik. Ta shpjegoj. Krimi ekonomik thirret në mungesën në momentin që autoriteti kombëtar i ushqimit nuk ka mundësi që të gjej gjurmëshmëri. Po, e mora, direkt. Qofse do ekzistonte, nuk do ishte nevojshme këtë po them, qofse do ishte bërë puna të thirrej krimi ekonomik. Nuk po flasim... është thirrur zemër krimi ekonomik. Nuk po flasim për momentin... është thirrur krimi ekonomik. Ja, ta dëgjojmë edhe zonjën Allaraj tani, duke qenë se është edhe zëri i AKU-s edhe... Të gjitha këto po flasim me të dëgjuara. Unë kam qenë personi fundit që kam menaxhuar situatën. Ju lutem. Salmonella typhimurium është bërë, nuk mund të jipe nga laboratori, sepse fleta shoqëruese e inspektorit të pikut ishte përcaktuar që do bëhej për këto 2 tregus, Salmonella enteritidis dhe Salmonella typhimurium. Si mund të jipte para praktikisht laboratori thjesht një salmonell, kur në fletën shoqëruese të pikut e kishte të përcaktuar? Nuk e bën laboratori, sepse ju thash, është me sistem menaxherial akreditues. Dhe është i akredituar nga 2 trupa inspektuese, kombëtare dhe ndërkombëtare, prova, është me sistem ISO-je, ISO ndërkombëtare.
prandaj ai nuk mund të të thjesht një salmonel për masa paraprake, ku në të njëjtën kohë fleta e shoqërimit e specifikante. Po ndërkohë, a është vërtet si shta zonja Vuksani një nga dy llojet më të Po, është i rrezikshëm, është patogen. Më të rrezikshme? Po, është një mikrob, është patogen, ashtu është. Kështu që alerti duhet jetë pak më i lartë në këtë rast. Alerti në momenti që erdhi u veprua. Në kohën që nuk na vënë në dispozicion gjurmëshmëria, ne dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërkoi ndihmën e instancave të tjera që ishte krimi ekonomik. Dhe kemi vajt dhe kemi nxjerr faturat në mbikëqyrjen e krimit ekonomik. Në momenti që na vënë në dispozicion gjurmëshmëria nga krimi ekonomik, operatori i biznesit ushqimor është penalizuar. Për përgjegjësitë e operatorit të biznesit ushqimor nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Është penalizuar për gjurmëshmërinë që nuk i funksionante, gjithashtu edhe për produktin e pasigur që hodhi në treg. Për të gjitha këto ka marrë penalitet. Pavarësisht të produkti nuk u bllokua, është përgjegjësia e operatorit të biznesit ushqimor që ta ruante produktin deri në daljen e rezultatit të analizave. Në momentin që neve morëm këtë pjesë të gjurmëshmërisë, sepse gjurmëshmëria çedon dhe për këtë punë është ngritur edhe një hetim, për këtë punë kanë vazhduar dhe instancat e tjera dhe çështja është në hetim. Për veprime dhe mosveprime që janë kryer gjatë gjithë kohës. Nga vinte ky produkt tashmë që e keni gjurmëshmërinë? Origjina e produktit ishte nga Brazili. Por kur hyn në vendin ton, çfarë kontrolli shoqërohet me një certifikat, po. Mund të vinë edhe në çfarë? Më dëgjoj me kujdes. Në vendin ton ai ka qenë shoqëruar me dokumentacion dhe ka qenë shoqëruar me një certifikat sanitaro-veterinare. Dhe në kuadër të kontrolleve zyrtare të planit që neve kemi, mostra është marrë dhe analizuar pas një indicio, jo me në një dyshim, por kemi planin ton, që kemi planin e kontrolleve zyrtare vjetore, dhe mbi këtë plan është marrë kampioni nga inspektori pikut. Në momenti që neve kemi vajt tek operatorët e biznesit ushqimor, është bllokuar sasia e këtij loti, që është rreth 52%. 52% e produktit të kontaminuar është gjendje në operatorin e biznesit ushqimor. Ajo që u shpërnda, sepse as... Tani kemi zero në treg. Tani në treg, trupat inspektuese aktualisht sot që flasi, tani në këtë moment, trupat inspektuese janë në teren, bëjnë verifikimin e produktit, sepse lotet janë të përcaktuara, loti 01, 13, 12, 2026. Referuar këtij loti të kontaminuar janë trupat inspektuese në teren. Nëse konstatojnë produkt, e kthejnë te operatori i biznesit ushqimor. Nëse nuk konstatojnë produkt, vendoset njoftimi për klientin, për konsumatorin dhe situata mbahet gjithmonë në kontroll. Pra, dhe sot e kësaj dite ne s'kemi informacion Madje, shiko, është lënë detyra, inspektimi i fundit që është bërë, inspektimi e gjenerimi, autorizimi, i është referuar edhe detyrave të lëna nga trupat inspektuese më përpara, sepse ka patur detyra. Dhe aktualisht edhe në praktikën e fundit që është mbajtur, që janë marrë të gjitha penalitetit, që është marrë kampioni, është dërguar të qendra e referencës për 3 lotet e tjera, sepse ishte një ngarkesë dhe referua ligjit të ushqimit në 11.4, kur një lot, një pjesë e pakos dele kontaminuar, linde drejta që të miret dhe të analizohet e gjithë ngarkesa. Po vetëm gjithmonë duke referuar rezultatit laboratorik. Nëse nuk kemi një rezultat laboratorik, neve nuk veprojmë si institucion. Në momenti që na vjen rezultati laboratorik, neve me njëherë me trupat inspektuese hidhemi në teren dhe menaxhojmë situatën. Aktualisht. Përgjigjen se kemi? Përgjigje për 3 lotet, nuk e kemi, presim të na vi. Referuar lotit të kontaminuar. Aktualisht sot, në këtë moment, 52% e sasis është e bllokuar në tek operatori i biznesit ushqimor. Ajo çfarë është shitur në treg, janë trupat inspektuese që shkojnë operator me operator që e ka shpërndar ky operator i biznesit ushqimor importues dhe verifikojnë gjendjen. Dhe operatorit të biznesit ushqimor importues i është lënë detyrë që për çdo njoftim që do ketë nga operatorët, sepse do bllokohet prapë ajo me procedurë, dhe gjithsesi që do bllokohet prapë me procedurë e produktit fileto pule të kontaminuar me këtë lot dhe me këtë datë skadence, ne do shkojmë në destinacion asgjësim. T'ja kalojmë pak fjalën të lutem edhe doktoreshës. Jo, do fundë deri aktualisht, në bashkëpunimet referuar doktoreshës. Në marrëveshjen bashkëpunuese që kemi me Institutin e Shëndetit Publik, aktualisht në njoftimet e një pasishme që kemi, nuk kemi as njoftim dhe as një rast
për asë një pacient të cili mund të ketë rezultuar i intoksikuar nga konsumimi i produktit. Fatmirësisht, deri tani nuk kemi absolutisht asë një lloj njoftimi. Megjithatë, doktoresha do të na bëjë me dije. Dhe doja të thosha edhe diçka tjetër. Pas datës 21 i 3/2025, që neve jemi vënë në dieni për këtë produkt, nga operatori i biznesit ushqimor nuk ka dalë asnjë faturë për këtë produkt të kontaminuar. Nuk ka patur dalje hedhje në treg të produktit të kontaminuar që ka dalë me prezencën e Salmonella typhimurium. Data 21 ka qenë data e fundit që ai mund të ketë hedhur një faturë, por nuk ka nxjerr as edhe një faturë pas kësaj date. Nga të gjitha këto, nga verifikimet dhe të gjitha këto të përcaktuara me procedura inspektimi nga trupat inspektuese. Zonja Llaraj, e vlerësojmë pafundësisht punën tuaj, por gjithashtu edhe informacioni që sapo ndat me ne. Sinqerisht kemi lënë më pak te operatori i biznesit të ushqimor pa prekur dhe s'kemi lënë dokumentacion. Minutazhi i doktoreshës. Doktoresha, urojmë shumë dhe fatmirësisht zonja thotë që nuk ka deri më tani raste të cilat të jenë drejtuar pranë ambulancave apo pranë spitalit me shenjat që nëse je infektuar me salmonella, paraqet. Cilat janë këto shenja, sa të riskuar jemi dhe çfarë do të thotë një salmonella në organizmin e gjithë secilit prej nesh? Cilat janë pasojat që sjell? Fillimisht të thoja një postulat që ne përdorim në mjekësi, u thuhet më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Dhe parandalimi është shumë i rëndësishëm. Në momentin që konsumatori paraqitet tek mjeku, ai është kthyer tashmë në një pacient dhe tregon që hallkat kryesore të sigurisë ushqimore kanë të shtuar. Salmonella është një patogjen që burimin kryesor zakonisht e ka tek kafshët shtëpiake, tek gjedhët, tek deri, tek qeni macja, dhe jeton normalisht në tubin tretës të tyre. Kontaminimi njeriut bëhet nga mishi i kontaminuar me salmonell, të cilat janë rrugë të ndryshme kontaminimi të mishit, i cili mund të bëhet dhe në mënyrë natyrale nga vetë kafsha, e cila është mbartëse këtij infeksioni, ose gjatë transportit, ose në thertore. Gjithashtu edhe vezët janë burim infeksioni të salmonellës. Tek njeriu, salmonellat zakonisht janë disa serotipe dhe tek njeriu shfaqet me disa shenja. Serotipet më kryesore që janë izoluar në Shqipëri është typhimurium, dhe enteritidis, por ka dhe disa të tjera. Klinika zakonisht shfaqet me diare të ujshme, që shoqërohet me mukus, ndonjëherë edhe me thje të hollagjaku, dhimbje të fortë të barku në formë krampesh, shoqërohet edhe me temperaturë, me të tjera, që janë shenjat klinike kryesore të kësaj patologjie. Probleme gastrointestinale. Po, që futet në çrregullimet gastrointestinale ose ne i quajmë gastroenteritin akut. Komplikacionet në fakt janë të rralla, por zakonisht ne i hasim tek fëmijët, moshat e treta dhe tek pacientët me sëmundje kronike ose që janë të imunokompromentuar. Dhe mund të shfaqen në formën e bakteremive ku mund të prekin dhe organet të tjera, përveç traktit tretës, siç është sistemi neurologjik, kardiorespirator apo osteoskeletik. Trajtimi pastaj varion. E qartë. Zonja Vuksani, në rast se konsumatorët e kanë bler këtë fileton e pulës, të mishin e pulës, si duhet të përdoret dhe a është gjithmonë në risk që nëse mishi është i kontaminuar, kjo detyrimisht të bën edhe konsumatorin të infektohet nga ajo edhe nëse gatuhet mirë? Atëherë, nëse gatuhet mirë, sepse ne duhet jemi, për të qenë të besueshëm, duhet të jemi gjëra që vërtet janë. Nëse gatuhet në temperaturën mbi 75 gradë, salmonella zhduket. Por ne të gjithë jemi të prirur që ndoshta ta ham jo të gatuar në atë temperaturë, jemi të prirur që atë vezën, siç e tha doktoresha, të mos e ham të zier mirë, edhe nganjëherë gjysmë të zier edhe tjerë. Dhe problemi nuk është vetëm te kjo pjesë. Ti mund të kontaminohesh dhe duke e manipuluar ushqimin, pra gjatë prerjes, gjatë ajenve që ti përdor, dhe në një moment të caktuar mund të thrasim mos higjiena e mirë personale mund të jetë burim infeksioni, jo vetëm për ty. Pra nuk mjafton që vetëm produkti të jetë i gatuar mirë. Pra edhe me fakti që ti ke prekur me duar dhe si ke larë duar. Absolutisht. Higjiena personale në këtë rast, ti ke mundësi madje, ju bëj thirrja në visave, që në qoftë se në çdo herë
që presin mishin, pra manipulojnë një produkt shtatzor, duhet ta lajnë mirë atë enën, thikën, të gjitha produktet para se të presin diçka tjetër. Për të ndaluar pikërisht marrjen e patogenit nga kjo rast. Pra vërtet që mund të zihet, por duke e pasur parasysh këtë gjë, mund të merret edhe nga higjiena personale. Mund të merret edhe nga një njeri, për shembull, ne na ka ndodhur në AKU që në Dibër, një punonjëse e një pasticërie e gjetën më në fund bëm gjurmimin, kishte me salmonel gjysmën e qytetit, sepse ishte ajo e prekur me salmonela dhe ne dim sa të kujdesshëm janë shitësat kur prekin ushqimin. Ajo që do të thosha sa e rrezikshme është salmonela, sepse thash është për ta relativizuar dhe unë sot e kësaj dite ne vazhdojmë autoriteti, e disa është në vendet e Europës, jo më larg në Kosovë. Në qoftë se ti kujdesesh si institucion që ky operator biznesi të plotësoj gjithë kërkesat ligjore, që është gjurmëshmëria dhe sistemi hasap, që nuk e bën sot, po e ka në vazhdimsi, dhe kontrollet janë frekuente, ti në fakt gjurmimi është pikërisht për të parandaluar, për të minimizuar sasin e një ushqimi që ka një risk potencial të shfaqur te konsumatori. Pra të minimizosh ekspozimin e konsumatorit ndaj një risku potencial. Edhe Kosova brënda maksimumi 48 orë është në gjendje se po të kesh sistemin e gjurmëshmërisë, ti në kohë reale më jep ku e ke çuar, çfarë sasie dhe unë të nesërmen... Po çfarë ka ndryshe në Shqipëri, zonja Vuksani? Ja, po ja u them pra, nuk ka një sistem gjurmimi apo nuk funksionon? Pra, përveç në rastin konkret. Pra, përveç se nuk e ka mbajtur në rastin konkret, edhe autoriteti vazhdojmë gjithmonë, sipas kësaj që ne dëgjuam, vazhdojmë që autoriteti dhe sot vazhdojnë me fatura, vazhdojnë të kërkoj. Pra, duke vazhduar të tregtohet. Për sa i përket ne nuk kemi asnjë rast thënjes që ne nuk kemi asnjë njoftim. Unë një kolegja juaj e dim të gjithë, sepse tani kemi ngelur dorë të Zotit dhe të rrjeteve sociale dhe ju mediave që ngrini zërin, një kolegja juaj tha që në pas si konsumova një pul të pjekur, unë tha jam e shtruar në spital. Ta kështë sjell denoncimin pra në akus. Për salmonel. Denoncimi, pra, shumë njerëz, ajo si që tha doktoresha, salmonela ka të gjitha si çdo helmim tjetër. Do me thënë këto. Të gjitha produktet kontaminuara, mundem të ndryj pak. Shiko dëgjoj, nuk janë të gjitha sepse kemi operator të biznesit të shimor që kemi në tre që operojnë. Të dritën tuaj për të reaguar. Po nuk janë të gjitha nuk po janë të gjitha produktet janë të përcaktuar loti. Po them kur është atëherë ne po flasim parimisht, pra si shpërndahet. Nuk po themi kjo, edhe në këtë rast. Praktikat e inspektimit dhe vlerësimi i riskut. Po flasim për konsumatorin, pra thanë që nuk kemi. Një konsumator, pra gazetarja, kolegja juaj, e dha mundësin, e lexuam të gjithë që ishte e prekur. Ajo që të do thosha, salmonela nuk kuptohet dhe është një smundje që kur ti ke një imunitet të mirë, kalon brenda 7 ditëve. E marrim të gjithë si një helmim. Si në rastin më të mirë brenda 7 ditëve? Po, brenda 7 ditëve. Dhe në rast se kjo është shumë problematik për target grupe të caktuara, si që janë fëmijët e vegjël, moshat e treta, apo ata që i nënshtrohen kanë një imunitet të dobët apo sëmundje kronike të vazhdueshme. Dhe ne për ta treguar rëndësinë e kësaj gjëje, pra se sa është, unë po ju marr vitin e kaluar në Amerikë, në shtetin e Amerikës, kishte 26.700 shtrime në spitalore si rezultat i këtij patogeni dhe 420 fatalitete. Pra në Amerikë, njerëzit që kanë, nuk dalim të relativizojmë, nuk dalim të themi ne kemi bërë shkëlqyer punën, po themi po, ka një vones, ka një problem, po e kthejmë kokën mbrapa dhe çfarë është më problematike për mua, unë nuk besoj atëherë, të ushqyerit është një nevojë fiziologjike. Blerja një xhakete, blerja një makine, blerja një palë këpucëve mund të zhvendose në kohë. Ama ushqimi nuk zhvendose dot. Unë ha 3 herë në ditë, është shëndeti gjithashtu. Dhe ne jeni gazetarët që duheni falenderuar çdo ditë, çdo sekond, juve që merrni mundimin, që përpiqeni të sillni këtë aktualitet, e shikoni që në Shqipëri zë skandalin, sa ne nuk kemi kohë ta analizojmë këtë pjesë. Ishte puna e peshkut, ishte mandarinat, që u thanë janë asgjësuar, në fakt prokuroria thotë nuk është ashtu. Pra të gjitha këto të çojnë tek mungesa e transparencës dhe ajo që është tjetra, gjithmonë fajin e ka ose fermeri, ose inspektori i fundit, bishti i fundit i kavallit.
nuk ka asnjë lloj përgjegjësie ministria që menaxhon të gjitha këto institucione, nuk ka fare kupola e autoritetit kombëtar të ushqimit, drejtora që ka të ratoa me taksat tona, por gjithmonë relativizohet duke ngelur faji jetim dhe duke u pompuar me të madhe që u bë një punë. Jo, në këtë rast nuk ka mbetur faji jetim, sepse 3 nga specialistët e AKU-s me Sadi janë në hetim. Çfarë më thoni zonja Llallari? Po, që ka edhe masa këto marrë institucione. Sa mbaroj dhe një fjalë. Dhe ajo që po ju thosha, dhe ajo që po ju thosha, që është më e rëndësishme, në asnjë rast, për asnjë arsye, që në momentin e parë që doli njoftimi, që nuk e kishte emrin e produktit, e nxjerr Rasfi, kur sjell nxjerr kompaninë që e ka futur numrin e lotit, emrin e produktit. Ditës Rasfi. Nuk në mënyrë në kohë reale. Po flas për këtë, je për Rasfi dhe po flas për këtë rast. Një lloj si Rasfi, si sistemi amerikan, europian, i njoftimit të shpejt, duhet të thoshte, është e kësaj kompanie, është ky lloj produkti. Sepse në opinionin tim ne kemi bërë këtë gjë zonja Llallari, por nuk lejohet. Mbaroj, sepse sqaroj unë gjithë gjërat. Është e pafalshme që dëmi ekonomik apo diçka tjetër të prevaloj mbi shëndetin e qofte dhe të një konsumatorit të vetëm. Tani. Po zonja Llallari. Jemi përballë një fakti. Kemi një situatë, ashtu siç tha edhe doktoresha, edhe Ana, për pjesën e këshillimit të konsumatorit se si ta trajtoj, është unë do fokusohesha pak edhe tek cross contamination, që do të thotë, duhet patur kujdes që aty ku gatuhet produkti dhe është një produkt i përpunuar, mos të jetë në të njëjtin ambient me një produkt të papërpunuar. Mos të ruhet në të njëjtin ambient një produkt vendosja në frigorifer. Një shembull që ta kuptojmë. Për shembull, nëse ke një produkt të përpunuar dhe mbi atë sipërfaqe të papërpunuar dhe mbi atë sipërfaqe vendos një produkt të përpunuar, nuk duhet, nuk në mënyrë kategorike. Sepse këtu ke në të njëjtin ambient ke cross contamination. Po kështu edhe për mënyrën e vendosjes dhe të ruajtjes së produktit. Tani, në lidhje me pjesën e vlerësimit të riskut për operatorët e biznesit ushqimor. Aktualisht operatori i biznesit ushqimor që ka importuar këtë produkt, në vlerësimin e riskut dhe nga gjithë historiku i vetë që është bërë, ka rezultuar që nuk ka patur asnjë rast të tillë. Dhe në momenti që u konstatua, normale që vlerësimi i riskut për këtë operator do ndryshoj dhe do kategorizohet si operatori i biznesit ushqimor me risk të lartë dhe do miret edhe më tepër kampione. Madje neve, për operatorët e biznesit ushqimor, që i kategorizoj me risk të lartë, për ngarkesat e importuara, do analizohet për 5 deri në 10 ngarkesat e tjera në vazhdimësi. Por mostra që është marrë, kampioni që është marrë aktualisht, është marrë në kuadër të kontrollit zyrtar. Është mostra... Sa i takon transparencës, zonja Llallari? Tani, në lidhje me transparencën. Transparenca është bërë, është përcaktuar me ligjin e inspektimit dhe ligjin e ushqimit. Njoftimi zyrtar është bërë pasi neve kemi verifikuar dhe marrë gjithë regjistrin e gjurmëshmërisë dhe kemi vënë situatën në kontroll. Tani, në momentin që operatorët e biznesit ushqimor kanë vajtur dhe kanë përcaktuar lotin dhe në këto operator kanë bërë njoftimin për klientët, për lotin, sepse ne nuk mund të themi që të gjitha filetot e pulës janë të kontaminuara me salmonel. Jo, në mënyrë kategorike. Produkti është i përcaktuar dhe njoftimi do bëhet në bazë të lotit dhe të datës së skadencës së produktit i cili ka rezultuar i kontaminuar, sepse ne kemi operatorë të biznesit ushqimor që janë në rregull dhe ti nuk mund të thuash që ne filetot e pulës i kemi të kontaminuara, absolutisht jo. Kurse në lidhje për aq kohë sa çështja është nën hetim, neve nuk e kemi të drejtën ligjore që është e drejta e informimit të japim informacion. Çështja është në hetim, operatorët për emra, nuk japim emra në mënyrë kategorike, emra jo, sepse çështja është në hetim, janë... Po qytetarët si të orientohen? Qytetarët e kanë me produktin, neve qytetarët e kemi me produktin, kemi vënë situatën në kontroll për produktin e kontaminuar dhe... Me emër? Po, me emër, fileto, pule, loti 401, data 13/12/2026. Janë këto detaj. Ju lutem nëse keni bler, kthejeni, kundrejt një pagese. Një pyetje si një konsumatore e thjesht. Unë dje isha në një dyqan për të bler, dhe në banakun e dyqanit ku pash të ekspozuar mish, filet e pule e tjere, pash fileton e pulës me
nën etiketën e firmës që lotet janë blokuar, pash dhe një filet të pule tjetër nën një firmë tjetër. Për hir të së vërtetës unë nuk bleva asnjëra nga të dyja dhe ika pa bler asgjë nga frika që kisha. Tani si konsumatore, si më qetëson dhe çfarë duhet të themi të gjithë atyre që duan të blejnë dhe të konsumojnë dhe nuk i blejnë dot. Kisha frikë dhe nuk e bëra këtë gjë. Në momenti përderisa operatori i biznesit ushqimor e ka vendosur se ka lotin edhe po ta di si mund të shkojë edhe ti. Shkruan vetë operatori i biznesit ushqimor që loti është i kontaminuar. E shkruan vetë operatori i biznesit ushqimor që loti 401 13 12 2026 data e skadencës për produktin filet të pule, ju lutem mos e bleni. Nuk shiko. Janë të herë pas hershme veprimet nga trupa inspektuese. Ju thash aktualisht edhe pse është pushim e shtunë, dihet ato verifikimi dhe mbajnë situatën në kontroll. Nëse e konstatojnë, ata me njëherë marrin mas administrative, nuk vetë operatori i biznesit ushqimor që është tregtues në mënyrë kategorike nuk e lejon. Sepse ai nëse e konstaton trupa inspektuese ai merr penalitet, por nga të gjitha verifikimet që janë bërë, faktura e fundit që ka dalë ka qenë data 21/3/2026. A të shpjegoj diçka shumë të vogël këtu ju lutem? Se na doli, thash... Edhe me njerë të doktoresha, po. Për ta mbyllur. Neve themi atëre, këto, sasia e mishit pulës që ka ardhur në paketim 20 kg. Dhe ne të gjithë, si konsumator, sepse jemi konsumator para se të jemi eksperte, profesioniste, ku diun. Dhe kur shkojmë në cilin në qoftë ajo nuk është këto gjokset e pulës që janë të ndara në vasketa, cila nga ato juve keni blerë ndonjëherë që ka numrin e lotit? Cila? Jo, ne nuk e kuptojmë për hir të vërtetës, prandaj të thash nuk e di është. Pra, e ka vetëm kutia e madhe e paketimit, ajo që vihet në vasket, nuk e ka numrin e lotit. Nga ta di unë që kam blerë dimali... Produkti tek që e blej unë një produkt nuk e ka? Jo, gjoksi pulës që ju blenin 1 kilogram që ta hedin, ta marrin nga vasketa dhe ta fusin, nuk e ka numrin e lotit. Sepse se ka as mishi, nuk e ka as djati, ai që manipulohet pra nga Big Peku bëhet në sasi më të vogla. Dhe nuk ka si ta ketë në asnjë rast. Për të mos thënë pastaj atë që thamu kujdes, zonja Ylka, që të thoshte kujdes se kontaminon. Po në këto është parë se jemi dita 21, po vazhdojët, po meret masa dhe unë zdi qarë masash. A është bërë një hetim që a ka produktet e tjera në këto njësit e tregtimit që kanë denjur afër tjetrës? Ne e dim shumë mirë që mishi është i ngrirë, ky mish vjen i ngrirë. Dhe konsumohet, shkrihet, ngrihet, problemet janë të pafunda. Le ti themi konsumatorit. Janë praktikat inspektimit ku do në këto operator që janë vajtur. Ne po themi produktet e shitjes, jo të inspektimit. Tregtimi, pra unë si konsumator. Ato si verifikohen nëpërmjet inspektimit? Si bëhet? Ajo verifikimi bëhet nëpërmjet procedurave të inspektimit. Nëse e konstatojnë që atje ka cross contamination, ai evidenton në praktikën e inspektimit. Unë si konsumator, pra, ti lëm praktikat e inspektimit. Po më përmjet atyre. Unë si inspektor nuk ka një praktik inspektimi, se bëhet nërë 3 muaj. Ka disa praktika në këto operator. Unë po blej sot, ju sfidoj të shkojmë sot në një market tani, me kamera dhe të shikojmë, a ka datë, skadence dhe numër loti gjoksi pulës? E kuptoj, pra ju thoni që është tek pakoja e madhe. Doktoresh, po. Desha të shtoja diçka në fakt në lidhje me pjesën e salmonelës, sepse u fokusuam gjithë vetëm tek produktet e mishit, por do të dim që salmonela mund të gjendet edhe në perimet dhe frutat të cilat nuk zbatojnë rregullat e higjienës. Sidomos uji. Po. Uji është një ndër. Mund të jetë edhe vetë njeriu një burim i salmonelës, sepse mund të ketë një pjesë, 1% vogël e pacientëve ngelen dhe portator kronik. Gjë që do të thotë që mbas kalimit të fazës akute, këta pacient mund të ngelen pozitiv për një kohë të gjatë në koprokulturë. Dhe këta nuk lejohen që të jenë pjesë e ambienteve të përpunimit të ushqimit, sepse mund të jenë burim infeksioni për salmonelën. A ka një ekzaminim që mund të bëjnë të gjitha ata që kanë vetëm laboratorik? Koprokultura. Ne kemi dhe një metodë pune që në momentin që ne diagnostikojmë pacient me salmonel, nëpërmjet një sistemi që ekziston, që quhet SISI, deklarojmë direkt në ISHP që kemi izoluar salmonel, kemi diagnostikuar salmonel, dhe aty fillohet detektimi i burimit, me qëllim izolimin, eliminimin dhe shmangjen e kontaminimit të mëtejshëm të popullatës. Sepse në fakt me shkencërisht, në çdo rast, jo e thënë tek ne se ne s'kemi shifra, po shkencërisht,
Në çdo rast që raportohet një rast me salmonel, janë 30 raste të tjera të paraportuara që e mbartin këtë bakter. Sepse jo gjithmonë mund të shfaqet me simptoma. Ka dhe persona të cilat mund të kalojnë shumë lehtëshëm, sepse futet edhe në kategorinë atyre sëmundjeve që vetë izolohet. Po kur duhet kërkoj një pacient nevojë kontaktin me mjekun? Në momentin kur shikojnë që mbas 3-4 ditësh simptomatika bëhet më grave, pra diareja nuk pushon, temperatura shtohet, pra shtohen simptomatikat, atëherë duhet me patjetër të kërkojnë ndihmë mjekësore. Janë pak a shumë si simptomat e një helmimi, apo? Të zakonshme. Pra është diareja dhe me viroze pak më pak. Dhe viroze në intestina. Mund të ngatrohen, prandaj ka disa atëre diagnoza vendoset nga mjeku infektolog, duke bazuar në disa të dhëna. E para janë të dhënat epidemiologjike, ku ti shikon nëse ka më shumë se sa një pacient që vjen me të njëjtat ankesa, zakonisht mund të vinë 2-3 persona nga një familje që kanë konsumuar të njëjtin ushqim, aty rritet edhe dyshimi për këto lloj infeksionesh, që ne i themi intoksikacion alimentare, sepse nuk është vetëm salmonela, ka dhe infeksionet të tjera, patogjen të tjerë që i shkaktojnë. Është pjesa e klinikës, zakonisht klinika është më grave se sa tek situatat virale, dhe pjesa e laboratorit që është koprokultura. Megjithatë, vitin e fundit në Spitalin Amerikan është futur edhe një test që quhet panel molekular që e detekton gjithë këto patogjenet ku futet dhe salmonela brenda ditës, brenda 3-4 orësh. Sepse detekton në nivel molekular dhe kjo është shumë e rëndësishme për të vendosur diagnozë. Për ta marrë vesh sa më shpejt edhe për të patur diagnozën mjekime më pas. Ne ju falenderojmë vërtet shumë për gjithë këtë problematikë dhe të gjithë ne jemi të ndjeshëm, kush më shumë e kush më pak ndaj shëndetit, edhe uroj shumë që situata të tilla të mos kemi ose të paktën të menaxhohen në kohë. Faleminderit shumë doktoresh, faleminderit zonja Laraj, faleminderit zonja Voksande, vlerësojmë shumë që ishit. Edhe besoj që kemi përçuar edhe tek teleshikuesit një farë lehtësimi edhe qetësimi, për lotin e kontaminuar, mbi 52% e produktit është e bllokuar dhe është operatori biznesit ushqimor. Dhe për ngarkesën tjetër, nëse keni blerë këtë produkt, duhet ta riktheni 31 13 i 12 i 2026, loti 401. Ju lutem mos e konsumoni. Dhe për ngarkesën tjetër, presim jemi në pritje të përgjigjes së raport provave që vi nga qendra referencës që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Që çdo produkt të paktën të pastrohet edhe mbi të gjitha të gatuhet mirë në mënyrë të tillë. Higjienarja e duarve. Jemi të gjithë të mbrojtur në këtë rast. Faleminderit shumë, ndërkohë linjat e lëm për regjin.